Të YouTube-it. Sot po ju tregoj një model shumë të bukur që quhet model kokoshkash. Ky modeli shërben për të bërë mbulesa për karroca për fëmijë ose për krevat, për kapuç dhe për shall. Për të bërë këtë modelin nevojitet një fije jo shumë e trashë, një fije e hollë dhe me grep 1.75 ose deri në 2. Tani po t'rregoj se si bëhet ky modeli. Kemi bërë zinxhirin dhe do bëjmë 8 kutia parlak. 1, 2, 3, 4, 5. Do t'i bëjmë parlak. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 dhe kështu do vazhdojmë deri në fund të këtij rjeshtit. Kutiat duhet të jenë çift. 1, 2, 3, 4. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Të shikojmë këtu sa bën. 2, 4, 6. Tashti e kthejmë kështu. Bëjmë një mbushje këtu në anë dhe e fusim këtu. Do bëjmë 3 zinxhir, 1, 2, 3 dhe do bëjmë këtu 4 mbushje tek kutia. 1, 2, 3, 4. Prap 4 mbushje. 1, 2, 3, 4. Deri në fund do vazhdojmë kështu duke bërë nga 4 mbushje në çdo kuti. Edhe këtu 4. Edhe 4 mbushje. Dhe këtu në fund do bëjmë një mbushje që modeli të na vi drejt. Tashti gjithmonë këtu do bëjmë një parlak dhe do bëjmë 3 zinxhir. 1, 2, 3. Dhe tashi modeli është këtu. Shikon? Do t'i marrim kështu. Nuk i nxjerrim të gjithë. Domethënë është punë relief kthesa. 2. Dhe me këtë 4. Edhe këtë 4 tjetër do t'i marrim 2 nga 2, do të thonë 4 mbushje dhe 4 mbushje, 8 mbushje, do t'i mbledhim në një